Tjetër kem punu që vetë institucioni të jetë një platformë virtuale, AI-based, që realisht ke mundësi të mos t'jesh mu vetëm një universitet klasik fizik me amfiteatra klasike, po t'jesh një institucion virtual me AI-based solution, me cilën ti faktikisht hyn në klasë, ndjen siguri në amfiteatër, po je në format virtual. Domethënë qasja në amfiteatro, qasja në ligjërim, qasja në laboratore, qasja në interaktivitet, bëhet virtuale dhe ne tash po ata po e quajmë virtual campus, AI-based virtual campus, që në fakt nënkupton që ndjenja e prezencës dhe e interaktivitetit është e njëjta sikur të jesh në formatin fizik, mirë po që për shkak të rrethanave, mundësive, kushteve, transportit, trafikut, rrethanave themi të kohës, ti mund ta përjetosh ata edhe po pse nuk je në aspektin fizik. Më thonë, një nivel individi, një nivel organizata, që në kem punu, këta ne tash edhe bequjmë Digital Twin Campus, kampusi një lloj binjargëzimi digital ku çdo gjë që ndodh në aspektin real, fizik, interpretohet dhe përjetohet në aspektin virtual. Domethënë, nëse jemi në UBT në këtë rast, ne të dy, personi i tretë që nuk është me neve mund të na përjetojë prezencën tonë virtuale nga jashtë. Domethënë mund të na shiqon sikur kishte me qenë në këtë si realisht. Kjo është do thot momentumi ku ne kemi mri me teknologjinë e cila e përmbyll një cikël shumë të avancuar e që pritet në 10-15 vite të ardhshme, 20 vite, ndoshta të bëhet edhe real. Po që UBT ka punu shumë në këtë drejtim që në rast se ndodh një dukuri, një lloj ndryshimi radikal për formate tilla, ne të jemi gati